Viti shakas! Këto ditët e fundit kam mësuar një gjë. Iku andej! Më duket se po e shoh. Mos e lejo t'ja më. Është se bukuria padyshim është në sytë e spektatorit. Fantastike! U vura në lojë nga një derë. Një bombë në dush? E di që Jenny t'i ngre nervat ndonjëherë, por në një fakt... dush bombë. Ti thua grosh, unë them fasulja. Është një gjë më herë të mirë dhe me fluska që vajzat i ka shumë qef. Vetëm se kjo është e modifikuar në 5, 4, 3, 2, tani e kam quajtur bomba e dushit surprizë nga Andy Larkin. Surprizë me të vërtet. Wow! A janë të ligjshme këto bombat e dushit? A ka ndonjë vend të sigurt në shtëpi ku nuk ka nga shakat idiote të atij të çmendurit? Po, një vend shumë qetësues. Por kur i shton dhe carrites fluskash, Plako, çfarë është kjo erë? ka dhe pak qiçkëlyshi. Mrekulli! Dyqanit e shakave të vitës do t'i pëlqej, sepse kur ti mendon se ka mbaruar, bam, godet përsëri. Tapicerit e mia. Oh, qilimi im! Çmimi im që më dha në komunitet. Shpërndaj dashuri. Frida, qetësohu pak. Jam i sigurt se të gjitha do të rregullohen. Andi! Ti në kuzhinë. Ishte kënaqësi që u njom. Ama, fluskat nuk e bëjnë keq njeriu, ato të pastrojnë. Po kjo era atë pastron? Po mirë, e pranoj që ka një aromë të lehtë, por jo ndonjë gjë kaq të mërshme. Natyrisht, Erdhi koha. jo, prit, mami të lutem, a mund ta diskutojmë këtë gjë një herë? Mamaja ka të drejtë, Bir. Me të vërtet këtë herë ti e ke qelbur fare. Mendoni vërtet se kam tepruar? Prit sa të... Alo, zoti Elwood? Mos më dërgoni në ferm! Do shkosh në fermën e ferit. Do shkosh në fermën e ferit. Hej ho, sa qef, do shkosh në fermën e ferit. Babi, a nuk të mjaftonte fakti që po iki në ferm? Duhet patjetër i thoj dhe Jenny të më torturonte me klizmat e saj? Kjo mundësi që po të jepet të shkosh në fermë është që ti të reflektosh për ato që ke bërë dhe më pas të ndreqesh. Çfarë është kjo? Ky qen ka një litar elastik industrial prej 15 metrash, pudër për kruarjet, super ngjitës, syze me reze X edhe shakaja është jeta ime nga Andy Larkin. Këtë nuk ma merrte mendja. Do të marrësh vetëm rrobat. I shkreti Andi Andushis do të ketë lodra lodrushi kur të shkoj tek ferma. Jenny, sa po më erdhi diftesa jote e notave me email? Algebrën dhe fizikën i ke ulur shumë notat. Si dola unë? E po, Andi, ty të kanë lejuar që ta kalosh klasën pavarësisht gjithë shakave që ke kurdisur. Kaq prisnim. Ndërsa nga ti zonjush, kjo është krejtësisht e papranueshme. O, mami, unë kam pasur shumë aktivitete jashtëshkollore këtë vit. Nuk do të ndikoj tek pranimi im në kampin e nxitësve të tifozëve si vjet. Nëse nuk do kishe ndënjur vetëm me shoqet, kjo nuk do të kishte ndodhur. Prandaj, do të shkosh edhe ti te kushëriri Elwood bashkë me vëllain. Dhe dërkusi i vogël shkoj duke la deri në fermën e humbamenove. Oh, më fal, Jenny, por të vjen akoma ajo era e tmerrshme e bombës së dushit. Nuk ka si udhëtimi në fshat për t'ju kujtuar se ç'kuptim të ketë jeta. Ajri pastër. Çfarë është kjo erë keqe? Me në fund e ndjeve erën tënde? Nëse unë nuk gabohem, Andi, ai është një mullar i madh me ple organik. Që është një përbërës sekret i një parfumi të quajtur Gen numër 5. Do mbyllësh gojën ti? Mirë se vini në Askundas, popullsia e rëndomt dhe era e keqe ta shpi. Elwood, mirë se të gjeta. Jal, si keni qenë? Frida, je bërë bukur si një mëshqere por sa lindur. Andrea dhe Jennifer, pashiko. Jenny, je rritur si kalli. Çfarë parfumi keni filluar të vini ju qytetarët kohët e fundit? Gjeni numër 5. Ne jemi shumë të lumtur që erdhëm këtu, Elwood, dhe me qëra fjalët tek parfumi Hosteni 2005. Ashtu the?
Te gjërat kanë ndryshuar që kur ju ishit për herë të fundit. Ne këtu tashmë nuk rrisim më lop. Po me çfarë merreni tani? Mirë, e jeni se po ju a tregoj. A nuk janë shumë të bukur? Që nga dera, çfarë kanë bërë për ta merituar këtë? Gjithkohon duke dërdëlitur në telefon me Terrin dhe duke tundur pompomet të tua sa që të rande notat dhe tani ti gjendesh këtu në mes të Albertës përballë një derri. Unë e di se çfarë kanë bërë, debil. Ta, nuk i reziston një deri të majme, a? Atyre ju pëlqen shumë të nëtojnë në balë dhe ne në mbetet vetëm t'ju ushqejmë me lucë dhe plera që ata të rinë të shtrirë dhe të majmen më shumë. E po, shpresoj që fëmijët të të ndihmojnë ty. Ndihmojmë? Por unë sikur kam edhe për të studiuar. Ju djema nuk duhet të shqetësoni për asgjë, a? Vetëm ju të dy duhet të bëni një muaj mjalti të mrekullueshëm. Shikoni, ju të dy jeni shumë të dobët dhe shumë të zbe. Mirë po të kalosh 12 orë duke reguluar lucën e derave shëron çdo sëmundje. Mu duk sikur the që të merresh me derat ishte e lehtë. Kjo është e lehtë për derat. Por dikush duhet ta pastrojë atë shtëpizën e tyre. Do me thënë se ne duhet të prekim ata derrat? Do prekni çdo gjë që futet brenda derrit dhe del jashtë nga derri. Dhe ndonjëherë vetë derrin patjetër. Mirë, e jeni tani. Duhet ju gjej disa dorashka mbrojtëse dhe antigaz. Unë kam frikë se era e amonjakut do t'ju lër pa ndjenja. Megjithse edhe derrave ju duhet vetë antigaz për ju të dy. Ku t'ja merrte mendja? Më duket se fantastiku t'i ra në kokë për ty Xhen. Të zësh një mik që ditën e parë që ka ardhur. Kështu vazhdo Xheni. Mirë pra Andi Trimi qetësou. Nuk ke asnjë lloj pajisje shakaj dhe asnjë lloj ndihme. E pastaj, ti ja ke dalë shumë mirë kreti vetëm edhe herë të tjera. Po me këtë tallë. Patjetër që kam Xhenin këtu, të mirën dhe seriozen Xheni. E çfarë do të ishte një shaka e cila nuk shihet nga spektatorët? Bukur, do të njihem si ai gjeniu në mes të derrave. E po, më mirë se pa gjë fare. Ai derri i madh pa më çmend komplet. Madje më ndjek kudo që shkoj. Këto do jenë 2 javët më të shëmtuara të jetës sime. Ditë e bukur, e? Kam një listë shumë të gjatë me gjëra që duhet të bëjmë. Tani, para se të filloni, dua t'ju them se sot do t'na vi një mik shumë i veçantë. Prandaj dua që stalla e derrave të shkëlqej si kristali në rrezet e diellit. Tani, Andi, prindrit e tu më thanë se nëse nuk ju vë në punë, atëherë ju do të filloni me proshkat si e keni zakon. Unë premtoj që nuk do të bëj asnjë lloj marifeti. Ashtu të lumë. Por thjesht për siguri dua që ju t'i çoni të gjithë derrat në hangar dhe të pastroni baltën. Të pastroni sallën e derrave, të çoni sanën në stallën e derrave, të çoni derrat tek stalla e derrave, t'i lëshoni derrat në stallën e derrave, t'i shikoni derrat në stallën e derrave. Shkoni edhe një herë tek hambari. Dua që të pastroni hangarin, të çoni ujë në hangar, të kruani hangarin, të dezinfektoni hangarin. Po, them se kuptova. Po, doktor Dolitoli këtu, me çfarë do të merret ama? Xheni, ti do të merresh me gatimin. Me gatim? Kaq pak? Mund të fillosh të qërosh këtë thesin 15 kilesh me patate. Kushuriri Elvud, nëse të kujtohet, unë kam ardhur të studioj. Nëse unë nuk studioj, prindrit e mi do të mërziteshin shumë. Po, ke të drejtë. Më falë se harrova, Xhen. Bëje ti pra, Andi. Kjo do të thot luftë. Të vjen keq? Po studioj unë këtu. Pra, kap ndonjë satelit apo kanal. Ju urrej fermat e derrave. Ju faleminderit. Usimi! Më në fund. Andi, Xheni, dua që ju të takoni një person shumë të veçantë. Jo vetëm për mua, por për të gjithë botën e derrarisë. Zonja dhe derra, me lejoni t'ju prezantoj me shokun tim, Raul Oliver. Raul.
Ai është një fermer derrash nga Bolivia. Mos të gjë që ishte fermer derrash? Si, signorita. Pikërisht si Elvut. Unë ja adhuroj shumë firmat e derrave. A mund të më tregosh çdo gjë rreth profesionit? Muy loco. Fermat e derrave në Kanada vjen ai çik qen. Lëvizja klasike, miku im me 4 thundra. Patjetër që unë nuk do ta lejoj të tallet me mua një derë. Por si t'ja bëj? Si t'ja bëj? So quel porco dio che io mi parezco un puglio. E kuptove? A signor Elvut, jeni super I këndshëm. Patjetër që po. Çfarë tipi? Do më pure patatesh, Raul? I kam qëruar vet. Gjen, të kërkoj një vajzë e vogël që I thon Terry. Duhet I iki të përgjigjem. Nuk vonojmë, Raul. Andi, është shumë e çuditshme, e kam njohur Raulin tek faqja me pemë. Atë besohet ty tek dhoma e çatit të fancave të derrave dhe e ftova në Kanada që të shite se si ecin gjërat këtej. Si, të takoj signor Fantastico! Kështu e quan Rauli Fantastikun, derrin që e ka shok Gjeni. Kushëriri Elvut? Po dëgjoj zërat derrësh në telefon. Jo. Signor Fantastico është derri Gjenit? E po, I mendon se po. Pse? Është një derë I veçantë? Oh, signor Andy, quel derro. Mucho I fuqishëm dhe mucho grande dhe babai shumë derkucve. Unë do të bëja çdo gjë për të pasur një derë si deri I madh I motrës tënde. Dhe çdo gjë? Pa të flasje me Gjenin, Raul. Mendoj se diçka do të bëhet. Është një trekëndësh dashurie që nuk e kisha parashikuar, por nga kjo varet historia e fermave të derrave. Sa po fola me Gjenin për atë senjor Fantastikon. Si, e çfarë tha? E po, I thash se sa shumë e pëlqeje. Dhe jo tha që I ka ardhur në maj të hundës ai derë. Mërzitur nga deri? Qysh jam I none po. E di, po kështu tha ajo. Dhe mendoj që të ta jepte Basterin ty. Por, nuk është e bindur. Por favor, çfarë të bëj? Vetëm tregohu shumë I mirë me të gjatë ditës. Me të tjerat, merrem unë. Chiaro, mi amico Andy. Do bëj çfarë të thuash ti. Kurthi unë ngrit. Karroca po pret. Tani na mungon vetëm lepuri. Pra lepur, Gjeni, sa po isha duke folur me Raulin? Raul? Qetëso, ka dal jashtë. Pa gjeje pak, ai më tha se të pëlqen. Unë? Pëlqen? Më duket se të ka qenë vërtet. Do me thënë, shumë për zemër. Vërtet? Natyrisht po. Ishte e dukshme që kur u takuat në fillim. Ka disa reaksione kimike midis ju të dyve. Sa bukur. Po. Të pëlqen deri? Patatet? Signor Andy, a tha ndonjë gjë motra juaj? Jam treguar shumë I mirë me të. Po, sigurisht që po, Raul. Gjeni më tha që do ta jepte me gjithë qejf senjor Fantastikon dhe me një çmim të arsyeshëm.